Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafsiri ose komenti i Kuranit është një shkencë shumë e rëndësishme, për arsye se Kurani është rrugë, është libër që ka zbritur Allahu Azza wa Jall për me udhëzu njerëzit, për me adhuru Allahun Azza wa Jall, për me njoft Allahun Azza wa Jall, edhe për me njoft vetveten e tyne, dhe për me njoft ato çështje që vijnë në jetën e tyne. Pra është libër udhëzimi. Edhe Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar, domethënë qëllimi i krijimit të robërve të tij është me adhuru Allahun Azza wa Jall. Tash çush me adhuru Allahun Azza wa Jall? Duhet përmes kuptimeve të Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit alayhis salam, mirë për në radhë të parë nëpërmjet kuptimit të Kuranit. Se Kurani nuk është zbrit veç çashtu me lexu arabisht. Mirë po është zbrit për me meditue, për me mësue dhe me kuptu ato kuptimet e tina të thella. Tash, cilat janë ato komentimet e Kuranit? Me thonë se Kurani në disa raste ka nevojë mu qartësu. Janë disa ajete kuranore që do t'i përmendjone, të cilat për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kallëzuar sahabeve se ky ka këtë kuptim. Na përmendëm se një pjesë e madhe e ajeteve janë qarta, mirë po kajherë, në disa ajete kuranore ka nevojë për qartësim, dhe ka ardhur Suneti i pejgamberit alayhis salam që ka qartësu, ose janë qartësu ato në ajete tjera kuranore. Cilat janë metodat e tefsirit, metodat e komentimit të Kuranit? Janë dy metoda kryesore, pastaj kanë ato në ndeg, secila ka në ndeg. Metoda e parë i thonë at-tafsir bil ma'thur, do të thonë tefsiri me transmetime. Që nuk kupton tefsirin, komentimin e Kuranit nëpërmjet Kuranit, tefsirin nëpërmjet Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tefsirin nëpërmjet fjalëve të sahabeve, për arsye se sahabët janë ata të cilët kanë qenë dëshmitar të shpalljes kur është zbrit, ata kanë kuptuar drejt se çka ka dashur me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe për këto të trija dietarët i kanë pranuar. Për të katërtën kanë mos pajtime dietarët a pranuat apo jo, e që është tefsiri me fjalët e tabeme. Por na do të përqendrohemi në këto trijat. Domethënë tefsiri me Kur'an, tefsiri Kur'anit me Kur'an, tefsiri komenti e Kur'anit me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, komenti ose tefsiri me fjalët sahabeve, e krejt kjo quhet at-tafsir bil ma'thur, që do të thotë tefsir nëpërmjet transmetimeve. Sa dhe Kurani na ka ardhur neve nëpërmjet transmetimeve, na kanë përcjell gjenerat pas gjenerate. Edhe Kurani pra është transmetuar prej neve gjenerat pas gjenerate, për këtë arsye është quajtur tefsir ose koment nëpërmjet transmetimeve. Domethënë këto janë tri llojet e tefsirit që bëjmë pjesë në ato që thash me transmetime. Lloji i dytë është tefsir që quhet në arabisht at-tafsir bir-ra'i. Nuk e di sa është e përshtatshme me përkthyemi, po do të sqarojmë dy llojet e tij. Se tefsir bir-ra'i i bën në bukfal me përkthy, tefsiri me logjik, me arsye. Mirë po dietarët përmendin se ky tefsir është dy lloje. Një është tefsir i pranuar, një është tefsir i papranuar, i refuzuar. Cila është tefsiri i pranuar? Është ai tefsiri i cili mbështetet në gjuhën arabe edhe në rregullat e usul fikut për me kuptu Kur'anin familjartë. Do të thonë tefsir kur dietari vjen edhe nuk ka gjetur ndonjë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose ndonjë fjalë nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose nuk ka gjetur ndonjë ajet që e komenton. Tash u ardh edhe Kur'ani posedon retorik, i thonë arabisht belaga. Dhe më thonë është shkallë më të lartë të retorikës. Dhe më thonë edhe Kurani, Allah Azza wa Jalla ka sfiduar njerëzit me ardhë me një Kur'an sikur se ky. Dhe më thonë kërkush smunet me ardhë. E aty dietarët pastaj dallojnë mes veti se çysh po arrin me nxjerr, dhe më thonë fshehtsina pe Kur'anit në bazë të gjuhës arabe dhe në bazë të rregullave të gjuhës arabe. Tash ky është i lavdëruar nëse ai i cili bën tefsir, dhe më thonë ai i respekton rregullat, i respekton metodat e argumentimit, edhe bden me një konkluzion i cili nuk vjen ndesh me tekstet e përgjithshme. Mirë po ka një lloj tjetër i cili është tefsiri i cili është i refuzuar, kur njeriu janis me komentu Kur'anin me mendjet tina.
pa u mbështet as në gjuhë arabe as kur gjë, veç çusha merr mendja. Edhe vjen me një kuptim të ri që s'ka ekzistuar në kohën, domethënë në kohën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as në kohën e dietarëve, krejt me diçka me tek. Shumica e fraksioneve janë mbështetën këto. O edhe ata kanë përdorur metodologjia të ndryshme, mirë, po mund më përmend vetë një lloj kur për shembull dikush ose çka atje te tevili, pa ka shumë kur dikush edhe Bakara, Allah ka urdhëruar me therr një lop, me prej një lop, çka ka thon, dikush ka thon për Aishën radiallahu anha, ose dikush tjetër ka thon është për qëllim nefsin me prej. Domethënë, kjo është tefsir me tek personale, pa u bazuar në argument. Pra, kjo është i refuzuar. A tefsiri i dytë është, domethënë, i pranuar, çuçi është sharumna. Domethënë, vim edhe një herë për me përmbledh, domethënë tefsiri dohet në dy grupet mëdha, tefsiri me transmetime që do të kupton tefsirin e Kuranit me Kur'an, tefsirin e Kuranit me hadithet pejgamberit alayhis salam, tefsirin e Kuranit me fjalët sahabeve, tefsirin e Kuranit me fjalët tabinëve, ka mos pajtimi ndërmjet dietarëve. Mirë, po lloji i dytë është tefsiri me arsye se me ijtihad, i thonë. E tash këtu është dy lloje, një është i pranuar, njëri është i papranuar. Nëse mbështeten argumente edhe ato metodologjinë e gjuhës arabe, atë është i pranuar, nëse është vetëm nga teka, nga personale, atë është i papranuar. Prej shembujve që mundem me përmend sa i përket tefsirit të Kuranit me Kur'an. Dhe kjo është forma më e lartë e tefsirit. Forma më e saktë dhe forma më e mirë e tefsirit. Për arsye se kanjëherë ndodh që në disa ajete kuranore me kon diçka e ardhur në fund përmbledhur ose në fund përgjithshme, mirë po gjejmë një ajet tjetër kuranor i cili e ka qartësuar më shumë. Domethënë, nëse hulumton vetë ajetet e tjera, e gjen se ky ajet e ka qartësuar këtë ajet. Për shembull, thot Allahu Azza wa Jall, inna anzalnahu fi lejletin mubarake. Ne e kemi zbritur atë Kur'anin në një natë të bekuar. Cila është natë e bekuar? Inna anzalnahu fi lejletil qadr. E ka qartësuar ajeti kuranor që ne kemi zbritur në Lejletul Qadr. Domethënë, nata e bekuar te ka Lejletul Qadr, për arsye se o përmend në ajet tjetër kuranor. Domethënë, kemi këtu tefsirin e Kuranit me Kur'an. Ose ajeti kuranor në surën Bakara, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Edhe Ademi alayhis salam është frymzuar nga Allahu Azza wa Jall që të thotë disa fjalë dhe pastaj është penduar te Allahu Azza wa Jall dhe Allahu ja ka pranuar pendimin. Cilat janë ato fjalë? Janë në surën Araf. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Zot, ne kemi bërë pa drejtësi vetes son. Edhe nëse nuk na fal gjinohat, edhe nëse nuk na mëshiron, kemi qenë për të humbërve. Pra, ky ajeti kuranor e ka sharuar ke ajeti tjetër kuranor. Ose ajetin kuranor surën Fatiha. Surën Fatiha, sirata alladhina an'amta alayhim. Na uzon në rrugën e atyre të cilët ti begatove me të mira. Kush janë ata të cilët ka beqtuar Allahu Azza wa Jall me të mira? Në surën Nisa. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Domethënë, ata të cilët Allahu Azza wa Jall I ka begatuar me të mira janë pejgamberët, janë siddiqat, domethënë njëri prej tyre që ka qenë Abu Bekr as-Siddiqu, o shuhada, dëshmorët, shahidat dhe njerëzit e mirë. Këta janë ata që Allahu Azza wa Jall I ka begatuar me të mira. Pra ky ajet kuranor ka sharuar ky ajet kuranor. Pra, mas pari, njeriu kur dëshiron me komentu Kur'anin, duhet me kërku ndonjë ajet tjetër kuranor ose ajete tjera kuranore me arrit me kuptu qëllimin e vërtet të këtij ajetit. Lloji I dytë është tefsiri, komenti I Kur'anit nëpërmjet sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu do të flasim pak më gjatë. Domethënë pak më gjatë rreth se edhe tema ka të bëjë me tefsirin e Kur'anit me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tefsiri I Kur'anit nëpërmjet fjalëve të sahabëve, për arsye se shumë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas dije të thellë rreth Kur'anit. Pyetën Abu Bekr radhiyallahu anhu, Omer radhiyallahu anhu, katër khalifet e drejt. Mirë, në mesën e tyre edhe Abdullah ibn Abbas që e përmendëm më herët, por edhe dietar të tjerë sikur Ubay ibn Ka'b edhe dietar të tjerë. Pra kanë pas dije. Por megjithatë, edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk janë kënd të njëjtë kategorie në kuptimin e Kur'anit.
Ka herë ka pas mundësi me ju ik diçka. Për shembull, Omer radiallahu anhu një herë ngrit në minber edhe ka lexuar fjalën e Allahut azza wa jalla wa fakihatan wa abba. Që në surën Abasa thotë, domethënë wa fakihatan wa abba, fakiha bën frut, pem. Çka abba, ka thonë çka është kjo fjalë abba? Se ka ditë kuptimin e fjalë abba. Thotë masane ju ka drejtu vetës. Pa që ka pëtën Omer më fut aty ku se ki vendin. Dhe më thonë, Omer radiallahu anhu nuk e pa ditë kuptimin e kësaj fjale. Se të në të thotë, se ka i herë sahabeve ju ka ik nga një herë, se dhe mas kuptimi i disa fjale se shka është për qëllim, me ato. Ose Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Abdullah ibn Abbas thotë, Elhamdulillahi fathiris samawati, nuk e ko kuptu këtë ajet kuranor, dhe se kom dëgju dy bedoen, e cilët ishin shku të një berë, do më thonë të një pos, të një bunar, edhe i pari theke, ana fatartuha, tjetër thotë ana fatartuha. Une jam i cili pari i cili e kom qel, tjetër i cili pari e kom qel, thotë masane në bazë të gjuhës arabe, thotë e kom kuptua jetin kuranor. Thotë, do më thonë ka pas mundësi edhe sahabët pejgamberi alayhis salam mi u ik, edhe kanë dalluar mes veti varësisht prej dijes që kanë pas, shoqërimit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, njohës e tyre rreth gjuhës arabe kështu më radhë. Masane edhe më thonë bindet e kanë trashëguar këtu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash vinte kjo, do të thonë tefsiri i Kuranit nëpërmjet sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është prej formave më të mira dhe më të larta të tefsirit Kuranit. Pse? Për arsye se pejgamberi alayhis salam i ka zbrit Kurani. Ai e ka ditë se çka ka dash Allahu azza wa jall me ato ajete. Prandaj dietarët përmendin se, do të thonë, në qoftë se ekziston një hadith e pejgamberit alayhis salam, ai duhet të merret parasysh pas tefsirit të Kuranit me Kuran, duhet në rend të dytë është më herë tefsiri me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga hamendja e tij. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Thot ai nuk flet nga hamendja e tij, e gjithë ajo që ka del nga ai është wahi, është shpallje nga Allah azza wa jall. Në një ajet kuranor tjetër thot Allah azza wa jall: "Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." Dhe të kemi zbritur ty o Muhammed dhikrin, që është për qëllim Kuranin, në mënyrë që ti t'ju qartësosh njerëzve atë që është zbritur. Domethënë pejgamberi alayhis salam nëpërmjet fjalëve, nëpërmjet veprave, nëpërmjet miratimeve të tij, ju sqaron njerëzve ata që ka gjenden në Kur'an me këtë tekst vet ajeti kuranor. Që do të thotë Allahu azza wa jall tregon se prej qëllimeve, do të thonë të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe që me u qartësu Kur'ani me to. Dhe Kur'ani në raport me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është tri lloje. Është tri lloje. Është një lloj i cili është vërtetuese, vjen një hadith me një ajet. Gati kanë si të njëjtin kuptim. Domethënë i pari është vërtetues i asaj që ka gjendur në Kur'an, ose vjen për përputhmëri të plot me ato që ka gjendur në Kur'an. Për shembull, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bunya al-islamu ala khams. Edim këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Islami është ndërtuar në 5 shtylla. Shahadetin, faljen e namazit, agjërimin e Ramazanit, dhënien e zakatit dhe haxhin. Domethënë hadithi Abdullah ibn Umerit është i njohur. Mira, kemi dëshmi se gati si të njëjtat janë në Kur'an, po. Fjalët e Allahut azza wa jalla: "Wa aqimus salata wa atuz zakat." Falin në namazin dhe jepni zakatin. Njëjtën kuptim e ka. Po ashtu ajeti kuranor në surën ku ka ardhur që agjërimi është obligim, po ashtu haxhi është obligim. Këto janë që janë të përputhme, domethënë edhe ajeti kuranor edhe hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domethënë hadithi nuk ka ardhur me diçka shtesë ose me diçka që e ka specifikuar, me të njëjtin kuptim. Por kjo është njëri prej atyre aspekteve të raportit të Kuranit ose të hadithit domethënë me Kur'anin. I dyti është se një pjesë e madhe e haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë ardhur që e kanë qartësuar Kur'anin. Kanë ardhur dhe kanë qartësuar Kur'anin. Pra arsye se nganjëherë Kur'ani, që është përmendur më herët, domethënë Allah azza wa jalla ka sfiduar të gjithë njerëzit, edhe ka treguar hejan e mini Kur'an sikurse ky, për këtë arsye ato shprehjet e Kur'anit, domethënë një formë më të lartë të domethënë elokuencës edhe të retorikës,
janë forma më të lartë që me fjalë pakta Allah Azza wa Jall ka përmend aty kuptime të shumta. Tash ka ndodhur për shembull me ardh ndonjë ajet kuranor, sikurse tash për marrëm në njëjtin shembull. Na tham, a është i qartë ajeti kuranor wa qimus salata wa atuz zakah? Faleni namazin dhe jepni zakatin. Po, është i qartë. Në çka është i qartë? Është i qartë për me tregu se është obligim falja e namazit, edhe dhënia e zakatit nga se është urdhër. Faleni urdhër nga Allah Azza wa Jall. A është i qartë? Po. Mirë, po nuk është edhe aq i qartë kur të vë dikush po mirë, çush me fal namazin. Domethënë, a është i qartë në këtë rast? Nuk është edhe i qartë. Për arsye se kjo ajet kuranor në ka kallzu sa rekate do të më fal drekën, sa rekate e ke ndin, çush do të më fal me rku, me sejdë, kështu me radhë, kur hin koha drekës e ke ndis. Ai ka qartësu ka ajet kuranor, nuk i ka qartësu. Pra, një aspekt është i qartë, në atë aspektin që është obligim, është urdhër, e që në kuptohet obligueshmëria e namazit, mirë po në tjetër, vetë dikush ç'a më bota çush më fal. Allahu ka urdhëruar më fal, themi shumica e dispozitave kanë ardhur në hadithet pejgamberit alayhis salam dhe pejgamberi alayhis salam në shumicën e rasteve i ka qartësuar me vepër, më shumë se sa me fjalë. Ka qartësuar me vepër. Ka thonë sahabët pejgamberit alayhis salam sallu kama ra'aytumuni usalli. Faluni siç më keni parë mua duke u fal. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj është fal dhe ju ka qartësuar sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çysh më u fal. Pra me veprën e tij pejgamberi alayhis salam ju ka qartësuar sahabëve. Që do të thonë ka nevojë Kurani për qartësim, e suneti në pjesë e madhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është qartësim i asaj që është në Kur'an. Edhe përmendëm ajetin kuranor. Lloji tjetër që suneti në raport me Kur'anin është kur vjen me një dispozit të re, me diçka që ka hesh Kurani, edhe nuk është përmendur në Kur'an, edhe kjo është vahi min Allah. Disa dietarë thonë ka se tash mirë po një pjesë e madhe e dietarëve e pranojnë që ka një lloj të tillë. Këtu ishin ato domethënë suneti në raport me Kur'anin. Tash vime qartësojmë çysh ka ndodhur qartësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë Kur'anin, qartësimi i tij Kur'anin. Çysh ka ndodhur. Tash qartësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thash një pjesë ka ndodhur e tina në aspektin vepror, aspektin praktik. Ka zbrit një ajet kuranor, nuk ka qartësuar aty, sikurse falja e namazit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me veprën e tij ka qartësuar shumë gjëra që nuk janë përmendur në këtë ajet kuranor. Mirë po ka ndodhur që me bë qartësimin edhe me fjalë. E tash kjo qartësimi me fjalë ka marrë forma të ndryshme. E këtu do t'i përmendi disa lloje që me ditë, domethënë çysh ka ndodhur qartësimi i pejgamberit alayhis salam me fjalë sa përket ajeteve kuranore. E para është largimi i paqartësisë. Ka mundësi dikush me pas paqartësi rreth ndonjë ajeti kuranor, edhe ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka largu këtë paqartësi sahabëve të tij. Për shembull, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë men nuk ishte hisab udhib, ai i cili llogaritet atëherë nesër ditën e kiametit ka thonë ka me unë dëshku. Aisha radiallahu anha ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai i cili merret në llogari vetë se është dënu. Aisha i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po mirë ajeti kuranor tjetër i cili thotë fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Domethënë nuk ka thonë Allah azza wa jall ai do të llogaritet me një llogaritë lehtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dhalika al-ard. Ai është paraqitja e veprës para Allahut azza wa jall, mirë po jo në mënyrë të detajzuar, jo me marrë në llogari hallësisht. Nuk është për qëllim ajeti Kur'an ose fjala ime, nuk është për qëllim kjo, mirë po çaj ajeti kuranor është për qëllim vetëm paraqitja e veprës. Paraqitja e veprës, pastaj Allah azza wa jall si nuk e merr për çdo detaj të atyne veprave që i ka bo, nuk e merr në pyetje. Edhe kalon lehtë. Përndryshe thot, në qoftë se merret detajisht për çdo imtësim, atëherë le ta di se ai vetëm se është dënu. Do thonë qëllimi është se u largu kjo paqartësi ndaj ajetit kuranor. Ose për shembull,
Adi ibn Hatimi është një rast i njoftën. Kur ka zbrit ajeti kuranor, ku thot Allah azza wa jall hatta wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hani dhe pini për agjerimin kur derisa të dallohet peri i bardh nga peri i zi. Pen, ka ardhe peni, domethënë peni e thot Adi ibn Hatimi ka kuptu bukfalisht ajetin kuranor. Edhe ka thonë ko marrni iqal. Arabt ndoshta dikush i ka pa pe juve arab, disa pe arabëve që vendosin diçka në far rrethi këtu të zi. Do thonë që sonë i thonë iqal. Më herët arabt e kanë përdor këta për me lidh komën e devës. Edhe masanej tash e marrin se vendosin ka. Mirë po, thotë ko marrni që sinë, do thonë litari iqal, thotë edhe e kom vendos në jastakun tim, edhe kom këshyr derisa u zdrit. Edhe ka kalu ka gjani kohë, u hi sabahi edhe ai të hungër të pi, të menu që derisa të dallon penin e zi prej penit bardh. Mirë kur shku te pejgamberi alayhis salam ka thonë nuk është qëllimi me këta, është qëllimi bardhësia e ditës pe errësisë së natës. Domethënë çatër kur hen sabahi, nuk është për qëllim ai peni, po është për qëllim errësira natës dhe bardhësia e ditës. Pra, largimin ndonjë paqartësie, që sahabët domethënë ka mund me kuptu bukfalisht ndonjë ajet kuranor. Ose për shembull, thot Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu, thot kur kom shku në Nejran. Nejran është një vend atje në jug të Arabisë Saudite, afër me Yemenin. Banorët e atij në vendi kanë qenë idhtar të librit. Edhe e kanë pyet, ka thonë ju pe lexoni fjalën e Allahut azza wa jalla ya ukhte Harun për Merimin alayhis salam, motra e Harunit. Ka thonë shumë larg është ajo periudha në mes Isa alayhis salam dhe Musa alayhis salam. Se Haruni është vllai i Musa alayhis salam. Ndërsa në Kur'an është përmend që është motra e Harunit. Ka thonë thotë i marrë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kompyt. Ka thonë atëherë në kohën e mëhershme kanë emërtuar njerëzit me emrat pejgamberëve edhe me emrat e njerëzve të mirë. Ka qartësuar se nuk është për qëllim ai Haruni në kohës Musa alayhis salam, po është një Harun tjetër, mirë pa ka pas emrin Harun për arsye se ata i kanë emërtuar njerëzit në saje të, domethënë asaj në aty në pejgamberëve të mëhershëm ose njerëzve të mirë. Kjo është një lloj i qartësimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa i përket ajeteve kuranore, domethënë largimi i paqartësisë eventuale që kanë pas dikush mundësi me e kuptu. Pastaj e dyta është që ka mundësi një ajet i përgjithshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ardh me sunetin e tij me specifiku, me kallzu ose me thonë se është diçka më e veçantë që nuk kuptohet. Nuk është ajo ana e përgjithshme. E këto dietar për shembull e kanë marrë si shembullat hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku tregon se pasi që është zbrit ajeti kuranor ku thot Allah azza wa jall alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përzi imanin e tyre me zullum. Domethënë me zullum. Nëse marrën në aspektin e përgjithshëm, i vjen çfarë do zullumi. Edhe janë fregu sahabët e pejgamberit alayhis salam kanë thonë, po kush është prej neve që si ka bëu zullum qoftë vetvetes së tina ose qoftë dikujt. Çdo kush nuk ka pas më mundësi me bë. Ka thonë nuk është për qëllim aty, po a nuk e ka thonë Luqmani djalit të tina wala tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, mos bësh shirk në Allahun azza wa jall sepse shirku është zullum i madh. Pra është për qëllim shirku, nuk është për qëllim çfarë do zullumi tjetër. Do thonë e ka sqaruar kuptimin, e ka specifikuar që nuk është për qëllim ana e përgjithshme, po pak më e veçantë. Është ana e veçantë. Ose për shembull ajeti kuranor tjetër min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Allah azza wa jall flet në këtë ajet kuranor se domethënë flet për trashëgimin. Sa do të na trashëgu djalë, vajza, motrat, vëllezërit kështu me radhë, në fund vjen thotë kjo e drejtë në trashëgimi është pasi të kryhet testamenti, vasijeti që kalon dhe pasi të lahet borxhi. Pra janë 3 çështje. Është vasijeti kur dikush para se me vdek thotë pëlo vasijet
dikujt në një shokët, e kom pas një shok, janë 1.000 euro i jepni atina, pasjet, testament. Jo trashëgimtarëve, po dikujt tjetër. Tash, domethënë, edhe ose dikush tjetër ka pas një borxh. Domethënë, kur duhet m'u jep trashëgimia sipas ajetit koranor, kur na duhet më jap trashëgimia ose kur duhet më ndo kjo trashëgimi aty në trashëgimtarëve. Për shembull, e kalon babën, baba e ka vdekë, e kalon gruan e tina, e kalon edhe 2 djemë 3 vajza. Tash kur më ndo këtë pasuni, ajeti koranor po thotë, do të më këshir mas pari, a kalon në vasiet, a kalon në testament, që më ia dhon një pjesë pasunisë dikujt. Apo a ka në borxh. Mas pari paguhet borxhi, pastaj mas pari japet testamenti, edhe paguhet borxhi, masa nej dohet trashëgimia. Mirë, testamenti ka ardhur në mënyrë të përgjithshme. Ka mundësi, sipas këtij ajeti koranor, më kuptu që dikush mund të më lënë testament krejt pasuninë. Me thonë, unë krejt pasuninë teme pe japi dikujt. Apo mund të thonë, sa ajeti s'ka përcaktuar diçka. Mund të dikush me kuptu pe ajetit koranor që krejt testamenti, domethënë krejt pasunia ja më i lën dikujt tjetër. Se më ka këshyrë ose diçka tjetër, kam pas një shok ose një dashamir e kështu me radhë, domethënë muna sipas në çose këshyrë veç këtë ajet koranor e nuk i merr parasysh edhe citatet e tjera, edhe hadithet e pejgamberit alayhis salam i thu për shembull që lejohet. Mirë po, ka ardhur hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku e ka leju testamentin vetëm në qoftë se nuk e ka lënë 1/3 në pasunisë. Do të thonë lejohet me lënë testament, mirë po me kosh që mos me kalu 1/3 e pasunisë, që ka thonë hadithin Sa'd ibn Waqqas që ka thonë thuluthu kathir. Do të thonë 1/3 dhe 1/3 është shumë. Edhe 1/3 është shumë. Pra nuk lejohet dikujt që me lënë testament më shumë se sa 1/3 e pasunisë dikujt tjetër aty jo trashëgimtarëve. Ku e kuptuam atëfar dhe më thonë specifikimin ose përjashtimin e kësajna, dhe më thonë e kuptuam në sajet hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thonë që pa këtë hadith, kuptimi i ajetit kështë shkon që krejt pasunin tonë mundesh me lënë testament. Po ashtu, për shembull, përmendëm më herët se ka nganjëherë ajeti koranor mund me kon i qartë në aspekt, jo i qartë në aspekt. Wa aqimus salah është i qartë në aspektin e obligueshmërisë namazit. Mirë, po nuk është edhe i qartë qatë shumë sa i përket rekateve, kohëve të namazit, rukus, sejdës. Tash ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka qartësuar në shumicën e rasteve me veprimet e tij, po edhe me fjalët e tij. Sigurisht se është ai hadithi që domethënë dikush ka gabu, edhe ka thonë salli fa innaka lam tusalli, irji fa salli fa innaka lam tusalli, ktheu dhe falu se nuk ke fal, mëse ne e ka mësu. Kur të ngritë namaz, bën këto, jep takbir, këndo këto edhe kështu me radhë, domethënë me fjalë ka qartësuar, mirë po në pjesë të madhe me vepra ka qartësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, edhe për këtyne të cilët domethënë qartësimit të pejgamberit alayhis salam të Kur'anit, që kanë ardhur është qartësimi i disa emrave ose emrat të cilët nuk janë përcaktuar, mubham. Domethënë, për shembull, ka një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur domethënë transmetohet Hakimi nga Aisha radhiyallahu anha se ka hi Talha ibn Ubaydillah te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke e komentuar ajetin koranor ku thot minal mu'minina rijal. Ka pe besimtarë që kanë burra. Fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Dikush prej tyre, domethënë ka kry misionin e tij, ka vdek. Dhe dikush pret hala. Edhe ka thonë Talha ibn Ubaydillah, ti e piktyne të cilët domethënë qada nahbahu që e kanë realizuar premtimin duke dhënë jetën e tyre. Po ashtu edhe ajeti koranor, hafidhu ala salawati was salati al-wusta. Ruani namazit, keni kujdes për namazit, ruani namazit, e sidomos namazin e mesëm. Ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për caktimi i këtij namazit të mesëm, që është namazi i kindis.
i ikindis, namazi i ikindis. Domethënë pejgamberi alayhis salam ka qartësuar me hadith se qëllimi me këtë fjalë të Allahut azza wa jall, namazi mesëm nuk është diçka tjetër, nuk është namazi i sabahut ose diçka në doni namaz tjetër, mirë po është për qëllim namazi i ikindis. Këto janë domethënë disa çështje që kanë të bëjnë me qartësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka bu ajeteve kuranore dhe se mufassiri ose dietari i cili merret me komentimin e Kuranit është ai i cili duhet gjithsesi fillimisht më u kthy në ajete kuranore, pastaj në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se në një pjesë e madhe haditheve janë që e kanë qartësuar Kur'anin, e tash qartësimi i Kur'anit ka ndodhur në mënyra të ndryshme, ose me fjalë, ose me vepra, ose një pjesë e ajetes ka pas nevojë me u qartësuar për arsye të qarta. Domethënë s'ka pas nevojë me qartësuar për arsye se kanë qenë të qarta. Me kaq po përfundojmë, ka edhe çështje tjera me u trajtu, mirë po me mendja që më thonë kemi trajtu, nuk është keq, domethënë disa çështje që kanë të bëjnë me tefsirin e Kur'anit nëpërmjet sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.